Në zemër të Gjakovës, konferenca për gra dhe vajza organizuar nga Bashkësia Familja, solli së bashku gjenerata të ndryshme. Rezisto ishte më shumë se një titull, ishte një thirrje e qartë për brezat e sotëm të grave që duan të jetojnë me forcë, besim dhe qëndrueshmëri në një botë që shpesh I sfidon. Edhe një mirë se keni ardhur. Welcome. Unë jam shumë e lumtur që jemi së bashku. I'm very happy that we are here together. Është një ndër pamjet më të bukura që kam parë në jetë. It's one of the most beautiful views that I ever seen. Nga fillimi deri në fund. From the beginning to the end. Një dramë e përgatitur me këtë rast, solli historinë biblike të Esterit, një mbretëresh që shpëtoi një këmbë, duke vepruar me besim dhe zgjuarsi. Esteri ishte shembull I asaj se çfarë do thotë me të vërtetë të rezistosh. Tregon çfarë po shem mbretëresh Ester. Është populli yt që po gjynzohet para teje. Dhe Mardokeu I dorëzon një pergament mbretëreshës Ester. Lavdi Zotit që më dha këtë bukuri. Lavdi Zotit që më mësoi detyrën time. Besomni, për çdo karrige jemi lutur. Believe me, for every chair we have prayed. Është koha tani, është koha e adhurimit, unë do të ftoj grupin e adhurimit. I believe that now it's the time of worship and I would invite the group of worship. Edhe dua të çojmë së bashku e të Let adhurojmë us stand Zotin. together and worship God Të together. adhurosh Zotin është zbulesa më e madhe që mund të marrësh. Kjo ditë ishte e veçantë, pasi zemrat u bashkuan edhe në lutje, edhe adhurim. Është një emër që kushdo të shtupe, është një emër që kudo sundon, është një emër që zemrën rupe, emri Jesu. Po këtë emër rejti dhe nërson, me këtë emër rati në të gjohë, me këtë emër do të shohë, Çdo fjalim, çdo dëshmi, ishte një kujtesë se Zoti, gratë dhe vajzat, I forcon, I ngre dhe I thërret të rezistojnë. Ina Gashi, nismëtarja e kësaj konference për gra dhe vajza, përcolli mesazhin se Zoti të do pa kushte. Praise Është him. dikush që të do përtej dashurisë që ti mendon. There is someone who loves you beyond the love that you're looking for. Nuk ka rëndësi nëse je martuar apo beqare. It doesn't matter if you are married or you are single. Të gjithë duam të rrethohemi me dashuri. We all need to be surrounded by love. Duhet të arrish në një pikë të jetës tënde që nëse ka dikush që të do në këtë botë, është vetëm Jezus Krishti. E ftuar e veçantë ishte Petsi Peri, një mësuese e përkushtuar e fjalës së Perëndisë. Së bashku me bashkëshortin e saj pastor Jeff Perry, udhëheqin St. Louis Family Church në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një grua e jashtëzakonshme në Zotin, me një zemër të veçantë për gratë dhe vajzat. He
is a miracle worker. Ai është mrekulli-bërës. And my God Dhe Perëndia im is able është mundet to do all things të bëj çdo gjë, because nothing sepse asgjë is impossible nuk është e pamundur With him. për të. with him. Me të. Yes, with me, Me mu it's impossible. është e pamundur With të. him, Me të it is possible. çdo gjë është e mundshme. Wherever Kudo, you can believe, kudo që ti beson, wherever you can grab hold kudo që ti mundesh In mu your mbaj heart dikon në zemrën tonë and believe dhe God, i beson Perëndis, He can do it. ai do ta bëj. If you have people Në qoftë se ju keni njerëz that you love që ti ju i that doni need help, dhe kanë nevojë për ndihmë, you can carry God to them ti mund ta çosh Perëndin tek ata through your love, nëpërmjet dashurisë through tone, your prayer, nëpërmjet lutjes tënde, through your actions. nëpërmjet veprave tuaja. You can change Ti mund të sjellësh their një ndryshim hurts, their hurts lëndimet e tyre into victories. në fitore. Në mesazhin e saj, Petsi Peri theksoi se edhe kur rrethanat duken të vështira, në Krishtin ka fuqi, ngushëllim dhe shpresë për të vazhduar përpara. Zoti ka një plan për ty. God has a plan Por Perëndia ka një plan for you, për ty, wherever you are. kudo që jeti. We get all mixed up sometimes. Ne ndonjëherë ngatrohemi. It's in our head. Është në kokën tonë. I should be a movie star. Unë mund të jem një artist filmi. I should be a model. Unë duhet jem një modele. I should be the highest owner of a business. Unë ndoshta duhet të jem një pronarja më e madhe e bizneseve. CEO. Yeah. That's the high place Shef of ownership. ekzekutiv business. është titulli më i lartë. But I po. will say this to you. Por do t'ju thoj këtë, do t'ju them Every këtë. place Çdo vend that's exists in life që ekziston në jetë is extremely important. është jashtëzakonisht i rëndësishëm. And every place God puts us Edhe në çfarëdo vendi që Perëndia na vendos is neve, always gjithmonë është preparation një përgatitje for another level. për një nivel So tjetër. when you're here Kur je këtu për and it's shembull, like, oh, edhe thu jam at a lodh, lowly level, jam lodh në këtë nivel it's të a ulët. wonderful place. Është një vend i mrekullueshëm, Because the Bible says, sepse Bibla thot do all of our work që gjithë punën tonë, heartily. çdo punë e jona është përpjekje e mirë për Perëndin, Yes, because it always pays off. sepse gjithmonë shpërblehet. God sees, Zoti sheh, God rewards. Zoti shpërblen. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eriona, jam pjesë e bashkësisë Familja prej 10 vitesh. Udhëtimi im me Jezu Krishtin është prej 15 vitesh. Jam shumë e lumtur që jam këtu përsëri dhe është viti i 5 që unë jam në këtë konferencë. Është një konferencë që Perëndia e ka thirrur që të vinë në ekzistencë dhe jo vetëm unë, por shumë të tjerë janë bekuar dhe kanë përjetuar dorën e Zotit, kanë përjetuar mrekullinë e Zotit. Jam e lumtur që gratë e Kosovës dhe si vjetë edhe gratë e Shqipërisë e kanë mundësinë e mirë për të njohur Zotin, Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtarin e tyre, por për të marrë edhe më shumë nga Perëndia dhe për të realizuar planin Tij në jetën e tyre. Është shumë e rëndësishme që të rezistojmë në këto kohë të vështira dhe të jemi gra të forta për familjet tona dhe të qëndrojmë fort në Krishtin. Ashtu sikurse ajo shtëpia në Shkëmbë, e cila nuk mundet të shkatrohej as nga shiu, as nga era. Prandaj unë ju them, merrni kurajo, ecni me Zotin, se vetmja gjë e rëndësishme është të qëndrojmë tek ai dhe sfidat janë ato që do na bëjnë që të ndriçojmë
si ai diamanti që do të shkëlqejnë mbretërinë e Perëndis. Ju përshëndes të gjithëve dhe shumë bekime nga Perëndia jonë Jezu Krisht. Atëherë natyrisht janë të rëndësishme jo vetëm që të rritemi bashkë si vajza dhe gra në shoqërimin e njëra tjetrës, po edhe të pjekemi më shumë besim, të mësojmë për njëra tjetrës. Sot kemi pas kënaqësinë e dëgju përtej oqeanit nga një motër jona në Krishtin, e cila ka nda fjalën e Perëndis, por edhe të bëhemi bashkë, të shoqërohemi bashkë edhe si kom, edhe vendet të rajonit. Këto konferenca janë gjithmonë tilla, jo vetëm lloj konferencash, trajnime, seminare, çdo lloj mbledhje që na bë bashkë si trupi i Krishtit, si motra në Krishtin, janë gjithmonë të nevojshme, janë gjithmonë të mirë se ardhura, për arsye se na kemi nevojë me urrit çdo ditë, na kemi nevojë me mësues çdo ditë. Kështu që unë falenderoj edhe një herë Inën për këtë organizim, për ftesën, me të gjitha të mirat edhe me të gjitha sfidat që kanë ardhur deri te organizimi i kësaj konference. E falenderoj prap ato, për arsye se ky është mund, ky është mësim për gjitha ne. Kështu që kushdo që i bëm bashkë 2 apo 3 persona, Krishti është me ne. Andaj Krishti ishte këtu sot, edhe unë jam shumë i lumtur që kam qenë pjesë e kësaj konference. Our group of 6 women came from Evangelical Church from Shtip, Macedonia, and we traveled and more than 3 hours. Ne jemi 6 gra që vim nga kisha ungjillore në Shtip, Maqedoni. Kemi udhëtuar për më shumë se 3 orë për të ardhur këtu sepse mendojmë që është me vlerë që të marrim pjesë në këtë konferencë për gratë. E shikojmë si një mundësi për të bashkuar me gra dhe vajza nga kombe të tjera dhe kultura të tjera dhe ta njohim njëra tjetrën. Kemi ardhur këtu për herë të parë, por shpresojmë që do të jemi të ftuara sërish edhe vitin tjetër. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të dëgjuar nga Perëndia, për të marrë një fjalë nga Zoti, për të kaluar kohë së bashku, për të ndarë ushqimin së bashku, për të folur dhe për të ndarë besimin ton, për të inkurajuar dhe për të jetuar në praktik besimin ton. Gjithashtu shpresoj që vitin tjetër do të ketë më shumë pjesëmarrje në konferencë nga gratë nga më shumë vende të Ballkanit. Ne e dim që jemi një në Krishtin dhe shpresojmë që do ta jetojmë këtë mesazh se jemi një në Krishtin dhe se e duam njëra tjetrën. We know that we are one in Christ, and we hope that we'll live that message. We are one in Christ, we love each other. Në Bibël thuhet që kur 2 apo më shumë janë bashkë, Perëndia është prezent. Dhe ne besojmë fuqishëm në fjalën e Perëndisë që edhe kjo konferencë ka mbledhur më shumë se 2, më shumë se 3, me të njëjtën frymë dhe me të njëjtin besim. Dhe ne besojmë që Perëndia ka vizituar zemrën e secilës motre apo grua këtu në këtë vend. Gjatë kohës së adhurimit, unë ndjeva një kohë të veçantë që u luta edhe për qytetin, edhe për kombet, edhe për familjet, se ndjeja një barë sikur secila barte në veten e saj. Dhe besoj që Perëndia do t'i çliroj nga çdo ngarkesë, nga çdo gjë që e pengon atë raport, atë ndërmjetësim me Perëndinë që ta kenë bashkë. Unë e falenderoj pastor Dritonin, bashkësinë Familja bashkë me Inën, për gjithë organizimin dhe për gjithë mundësinë që ju kanë dhënë gjithë njerëzve përreth, edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës që t'jenë këtu prezent. Gjithashtu dhe familjen Peri që na nderuan me pjesëmarrjen e tyre dhe besoj që çdo gjë ishte e bukur në këtë kohë. Faleminderit shumë. Të rezistosh është një akt dashurie dhe besnikërie ndaj Krishtit dhe fuqia për të rezistuar vjen nga Zoti. God does not want you to be depressed. Dhe Perëndia nuk dëshiron që ju të jeni të dëshpëruar. He does not want you down. Nuk dëshiron të ndiheni poshtë. And what helps us not be down Dhe çfarë na ndihmon neve që mos ta kemi këtë is frymë të receiving ndjerit poshtë, Jesus, është receiving Jesus duke pranuar Jezusin as our Lord si Zot and Savior. dhe shpëtimtar. In England, Në Angli, they understand the word Lord. ata e kuptojnë fjalën Lord që është Zot. It means boss. Do të thotë edhe si shef atje. So what that means is we look to God Që kjo do të thotë që ne to shikojmë në lead Perëndin, and guide us të na udhëheq dhe të in na all guidojë aspects of në life. çdo aspekt të jetës. So when we receive Jesus Kështu që kur ne pranojmë in our Jezusin në hearts, zemrën tonë, and then He gives us something wonderful. ai na jep diçka të mrekullueshme. It's called the baptism of the Holy Spirit. Quhet në Bibël pagëzimi me frymën e Shejt. Petsi Peri u ndal tek rëndësia e lutjes. Kur ne lutemi, gjërat lëvizin.
I have seen prayer Unë kam parë lutje take a disastrous që situation ka largu situata and të turn it tmerrshme around. edhe I ka kthy për mirë. I listened to the girls Unë I dëgjova when vajzat they were saying, kur ato po këndojshin, get up out of the grave, dil nga varri. get up, Dil get nga up, varri, get ishte up. teksti Then they këngës. said, turn Dhe around pastaj ktheu and rrotullohu become steadfast Edhe on steadfast ground. edhe qëndron në këmbë. That's what God does. Kështu Perëndia He bën. takes you, Ai të He merr ty, gets you up, të ngrit, He turns you edhe around, të rrotullon, and He edhe të plants your vendos feet në on një vend steadfast ground. qëndrueshëm. Unë besoj që qëllimi I konferencës ishte që gra edhe vajza të ishim bashk, por këtë vit ishte pak më ndryshe sepse shumë gra edhe vajza na u bashkuan bashkarisht nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga Maqedonia. Unë besoj që Perëndia ka bërë punën e tij, dhe ashtu siç fjala e Perëndisë thotë që Perëndia nuk e lë veten pas një dëshmi, unë besoj që shumë gra dhe vajza ka qenë të prekura, edhe unë besoj që secila ka një dëshmi në zemrën e tyre se çfarë kjo konferencë bëri. Unë lutem që kjo konferencë të jetë e vazhdueshme, edhe unë besoj që plani dhe vullneti I Zotit gjithmonë do të përparojë. Konferenca me temë Rezistonu Gjakov u bë një zë I përbashkët I grave që nuk dorëzohen dhe luten me besim. Kjo konferencë përcolli fuqinë dhe mesazhin e një zemre që nuk dorëzohet.